Mrekullit e profetëve. Çdo profet është dërguar te populli i tij me mrekulli për të vërtetuar se është i dërguar nga Allahu. Duke qenë se nuk i kemi parë këtë mrekulli, si mund t'i besojmë ato? Është e vërtetë që çdo profet kur është dërguar, ka sjellë në formën e disa dokumenteve hyjnore disa mrekulli për popullin e tij. Në sajt e këtyre mrekullive, disa prej tyre kanë besuar atë. Në fakt, sot ne i besojmë shumë ngjarjeve historike, të cilat nuk i kemi parë me sytë tanë, sepse jo çdo kush mund të shohë çdo ngjarje. Sa beta sot i kanë studiuar të dhënat shkencore në fushën e fizikës, kimisë, astronomisë apo mjekësisë, të cilat ne i marrim të mirëqenia. Kjo do të thotë se shikimi me sy nuk është kusht i domosdoshëm për miratimin e diçkaje. Syri i mendjes është një kriter i rëndësishëm. Ashtu si besojmë të dhënat shkencore nga informatat e shkencëtarëve, ashtu besojmë edhe mrekullitë e profetëve nga burimet hyjnore. Kjo pyetje e bërë nga një ateist është një pyetje me vend, sepse për ateistin kriter është materializmi, shikimi i diçkaje me sy dhe jo me mendje. Çfarë nuk sheh me sy ai e mohon, por për ironi të fatit edhe pse mendjen e tij nuk e sheh dot me sy, atë nuk e mohon. Mrekullitë e profetëve të tjerë kanë qenë ndjesore, të perceptueshme nga shqisat e njerëzit, dhe ne sot në këtë kuadër nuk mund t'i vërtetojmë ato. Kundrejt kësaj, profeti Muhammed a.s. bashkë me mrekullitë ndjesore ka sjellë mrekullinë e tij më të madhe, Kuranin, që i drejtohet edhe shqisave dhe mendjes së njerëzit. Ebu Hurajra radiallahu anhu transmeton se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Secilit prej profetëve i është dhënë mrekulli, të cilat i kanë besuar njerëzit. Ajo që më është dhënë mua është shpallja prej Allahut, Kurani. Kështu shpresoj që të jem me më tepër pasues së ditën e Kiametit." Kurani është libri i fundit i dërguar nga Allahu, që është i vlefshëm për çdo kohë dhe çdo vend. Për të Allahu thot: "Atij, Kuranit, nuk mund t'i afrohet e kota, gënjeshtra, nga asnjë anë. Kjo është shpallje për një të urti, që meriton të gjitha lavdet." Surja Fusilet 42.